أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين وعلى عباد الله الصالحين. Sot të dashur dëgjues, do flas për një temë shumë interesante, ku do të përmend dhe një pikë e cila është ndryshe nga opinioni që njihet deri më sot. Konkretisht, bëhet fjalë për paraardhësit e profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të. Dihet në rivajete që profeti jon i nderuar na ka treguar deri në 20 breza paraardhësit e tij. Pra duke filluar nga Abdullahi Ali, pra që është babai i tij, deri tek Hazreti Adnan. Pra 20 breza. Dhe ka thënë që deri këtu mjaftohemi dhe nuk ka përmendur më shumë. Po dihet se Kureshitët dhe vetë profeti alayhi salam e ka prejardhë nga Hazreti Ismaili, paqja qoftë mbi të, i cili është i biri i profetit Ibrahim, paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi të. Tani, për shkak se nuk na premton koha, ne do të merremi vetëm me pjesën nga Hazreti Hashimi, stërësoj gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam, deri tek Hazreti Abdullah, që është babai i tij. Përpara se të fillojmë, pika që është më kryesore. Në opinionin ton, që njihet mjaft mirë nga të gjithë muslimanët, thuhet që paraardhësit e profetit, duke filluar nga babai i tij, xhaxhai i tij Abu Talibi, gjyshi i tij Abdul Muttalibi e tjerë, kanë qenë politeistë. Politeistë thotë adhurues i idhujve që kanë qenë në Mekë. Dhe kjo për shkak se Hazreti Abu Talibi nuk i ka shprehur besimin e tij haptazi, shkak se e ka ruajtur për të patur e themi ndikim tek paria e Mekës në mënyrë që të ndihmonte Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa disa të tjerë, si për shembull babai i Hashimit, babai i strehgjyshit të profetit sallallahu alaihi wasallam, që ka pasur Abdul Manaf. Abdul Manaf do thotë robi i Manafit. Tani Manaf ka qenë emri i njërit prej idhujve në Mekë. Dhe në zahir, për në duket që ai ka qenë politeist, por në fakt, sipas mësimeve të Ahlul Beitit, të gjithë paraardhësit e profetit sallallahu alaihi wasallam kanë qenë monoteist dhe kanë qenë ndjekës të fesë i Ibrahimit alayhis salam. Pra ka kaluar trashëgimi nga Ibrahimi te i biri i tij Ismaili alayhis salam dhe deri tek momenti te brezi i fundit që është Abdullahi, babai i të dërguarit të Allahut. Të gjithë këta kanë qenë monoteist. Po si qëndron puna e Abdul Manafit tani? Manaf do të thotë i ngritur. Dhe ne dim shumë mirë që të gjitha emrat më të mirë, më të bukur i përkasin Allahut. A thotë Allahu xhaleshanu lahul asmaul husna. Dit janë emrat më të bukur. Tani Manaf thotë i ngritur. Këta kanë qenë pasardhës të Hazreti Ismailit, kanë qenë monoteist dhe Manaf është një nga emrat e Zotit, i ngritur. Kush mund të jetë ndryshe i ngritur përveç se Allahut? Vetë Allahu është i ngritur, i lartë madhëruari. Prandaj, sipas mësimeve tona thuhet që të gjithë paraardhësit e të dërguarit të Allahut kanë qenë monoteist. Po themi të gjithë, do themi ata nga të cilët kaloi nuri i profetit Muhammed. Pra jo Abu Lehebi, të jo shumë të tjerë, të cilët kanë qenë më të vërtet politeistë, por ata nga të cilët kaloi nuri i profetit Muhammed. Pra Hashimi, Abdul Muttalibi, Abdullahi. E kështu derisa shkon deri tek brezi 20, që është Adnani. Pra, siç e tham, profeti e ka origjinën nga njerëz monoteist, dhe jo nga ashtu siç pretendohet. Sepse në ditën e sotme, me që është fjala Allah për Zotin tonë të madhërisëm, mund të krijojë dikush një idhull, t'ia vendosë emrin Allah dhe të gjithë ata që kanë emrin Abdullah që kanë rob të këtij idhulli. Por kjo logjikisht nuk shkon kështu puna. Dhe lahul asmaul husna, pra emrat e tij që janë husna të bukur, janë vetëm të Zotit. Dhe cili do që këto emra të bukur ja vendos një tjetër nuk do të thotë që i përket atij, dhe kur dikush quhet rob i Manafit do thotë që është rob i këtij idhullit, që s'ka asnjë atribut.
Por Manaf është ngritur dhe është emri i Zotit, pra sipas besimit që kanë pasur të trashëguar nga Hazreti Ibrahim a.s. Tani duke filluar nga Hashimi. Hashimi ishte babai i Abdul Muttalibit. Abdul Muttalibi ishte gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam. Tani Hashimi ishte i biri i Abdul Manafit. Abdul Manafi i biri i Qusayt. Tani Abdul Manafi, ku i lindën dy djemtë të tij, që njëri ishte Hashimi dhe tjetri Abdul Shams, ishin të ngjitur gishti i njëjtë për tyre te balli i tjetrit, dhe sipas disa transmetimeve të tjera i kishin të ngjitur ballin me njëri tjetrin. Dhe këto i ndanë me shpatë. Dhe njëri nga turtët e saj kohe në Mekë tha që punët e këtyre dy personave nuk do të ndahen ndryshe vetëm me shpatë. Dhe në të vërtetë është kështu, se po të shikojmë pasardhësit e këtij Abdul Shamsit, kush ishin? Janë Umayyadët, pra Abu Sufjani, armik i përbërtuar i profetit, ka luftuar kundër profetit. Muavija, armik i Mamaliut. Yazidi, ai i cili urdhëroi të vrisin Husajnin, pranë Husajnin, pranë familjarë të tjerë nga Ehli Bejti dhe morën peng mbesat e të dërguarit të Allahut, pra familjen e të dërguarit të Allahut, që Zoti në Kur'an urdhëron të ne ta duam. Ky Yazidi i mori peng, edhe këto ishin pasardhësit e Abdul Shamsit, dhe doli me vend fjala e tij një jetuar në të kohë. Gjithsesi, Hashimi pa një ëndër dhe i than: Hashim, ti duhet shkosh të martohesh me një vajzë në Yathrib që quhet Salma. Urdhër. Hashimi ngrit, shkoi në Yathrib. Yathrib është Medina asaj kohe. Më para se të shpërngulej profeti sallallahu alaihi wasallam në Medinë, që u quhet Medinatun Nabi, më parë quhej Yathrib. Shkoi atje, kërkoi dorën e Salmës dhe babai i saj vendosi një kusht, që vajza ime në momentin që do të lindi, do të vi të jetoj këtu, ta lind këtu fëmijë dhe të jetoj në këtë vend. Ai era dakord, dhe ku ishte momenti për të lindur, atëherë ai e la Selman në Yathrib dhe vetë shkoi në udhtim për në Sham, nga krahinat e Palestinës së sotme, në konkretisht thuhet afër Gazës. Atje u thumur dhe ndroi jetë. Tani, dy gjëra që i la trashëgim Abdul Manafi bijve të tij, ishin dy gjëra në Mekë. Së pari Darul Nudwa, që ishte një dhomë, le të themi, ku mblidheshin kureshitët, fisu Kurejsh, aty ku vendonin, merrnin vendime politike nga më të ndryshmet, që ai përkisin arenës politike, sociale. Dhe tjetër ishte kujdestaria e Qabës, shtëpisë së shenjtë. Abdul Manafi njërën ja dha, pra Darul Nudwa ja dha Abdul Shamsit, i cili e morën brez pas bashkëdhënë në kohën e Abu Sufjanit, dhe kujdestarinë e Qabës së shenjtë ja la Hashimit. Tani Hashimi ndroi jetë dhe kujdestaria i kaloi vllait të tij të tjetër, që ishte Muttalibi. Muttalibi, ndërkohë që vllai i tij ndron jetë, pra Hashimi ndan nga kjo jetë, shkon në Medinë, në Yathrib, për të marrë nipin e tij. Tani kur lindi Salma, ai që lindi është gjyshi i profetit sallallahu alaihi wasallam, ajo e quajtet Amir. Dhe Amir, për shkak se kishte një flok, një fije floku të bardhë të gjatë, janë gjetur emrin Shejba. Tani kur e mori Muttalibi nga Yathrib dhe solli në Mekë, gjithë njerëzit e thanë: shiko se ky Muttalibi pas ta bën një skllav. Dhe e ngjitën emrin skllavi i Muttalibit, Abdul Muttalib. Dhe kështu i mbeti emri i tij. Tani Hashimi ishte njeri fisnik, po ashtu edhe i biri i tij Abdul Muttalibi, njiheshin për njerëz bujar të mëdhenj dhe u shërbenin vizitorëve të Qabës. Dhe Hashimi në vërtet emri i tij ishte Amru, por për shkak se ai ndihmonte njerëzit në nevojë. Ato kohë kishte shumë vështirësi ekonomike në ato zonë, nuk kishte për të ngrënë njerëzit. Ai çdo ditë therte nga një deve, i bënte atë ushqimin me gjellë mish aty dhe i ndante çapat e bukës dhe hidhte tek Ena, i bëni për shesh. Edhe nga kjo punë që bënte konkretisht për ndarjen e bukës në çapa, ai mori emrin Hashi, dhe kështu i mbeti Hashi. Ndërsa Abdul Muttalibi thamë që i mbeti Abdul Muttalib, se njerëzit kujtuan se ai ishte rob, skllavi Muttalibit, vllai të Hashimit. Dhe Abdul Muttalibi, ai ndriçoi në Mekë
Ai ishte njëri fisnik, njëri me parime të larta morale. Ishte njëri moralshëm, njëri që i shërben dhe ishte përkushtuar ndaj shtëpisë së Zotit. Ai ishte sahi. Sahi do thotë që t'i japësh ujë pra atyre vizitorëve të Mekës. Tani Abdul Muttalibi kishte një djalë që quhej Harith. Në moment që Harithi arriti në moshën e pjekurisë, ai shikon një ëndër, pra Abdul Muttalibi. I thon Abdul Muttalib, nëse kërkon të gjesh ujin e Zemzemit, gërmon e filon vend. Se në ato kohë nuk dije se ku ishte burimi i Zemzemit, sepse shumë kohë më parë ishte mbyllur. Pra është një temë që është një histori që do të përmendet komplet një temë vete. Ndarzi nga kjo sotja. Sepse merr shumë kohë. Tani Abdul Muttalibi, të nesër me shkon me birin e tij aty ku pa ëndrrën. Gërmon dhe zbulon Zemzemin. Tani aty ke Zemzemi kishte florinj, statuja prej ari, kishte shpata, heshta, ishin me ato që kishin bërë dhuratë në Mekë, edhe ky personi që kishte mbyllur ujin e Zemzemit i kishte hedhur aty, e kishte mbuluar me dhenë në mënyrë që të mos ta gjenin me njerëzit. Tani Kureshët filluan të keni çik smir tani thonë, shiko se ti gjeta këto, po duam dhe në një pjesë, s'bën ti kesh të gjitha. Okej, tha Abdul Muttalibi. Abdul Muttalibi tha, ta ndajmë në dy pjesë të thesarin, në njërën anë këto statujat prej ari, në anën tjetër, pra pjesa tjetër ishte shpatat me heshtat. Edhe bën short, shortën e ndan në 3 pjesë. Një short për shtëpinë e Zotit Qabën, një short për Abdul Muttalibin dhe një short për Kureshët. Tani shorti qëlloi njëri, pra statujat, gjërat prej ari qëlluan për Qabën, ndërsa shpatat e heshtat për Abdul Muttalibin. A nuk u qëlloi asgjë këtyre Kureshitëve. Tahmaqar. Edhe çfarë bëri Abdul Muttalibi? Ai i shiti shpatat e heshtat, e shkriu në ar këto statujat e gjërat, edhe ndërtoi një derë për Qabën e shenjtë. Pastaj filluan tema tjera. Mosmarrveshje të tjera, thanë shiko se ky ujë i Zemzemit tani do ta marrim në kujdestari. Do të mjafton Qabëja. Kemi dhe në diçka, thonë ta. Sepse fundja ne me gjithë pasardhët e Ismailit kemi dhe në hisën në këtë pjesë. Abdul Muttalibi nuk ra dakord. Edhe këta vendosën gjithë që të shkojnë për konsult, pra për të marrë gjykimin e një rabini. Ato nisën gjithë të rabinit, ndërkohë në shkretir mbesin pa ujë hashimitët. Edhe ndodh një mrekulli aty, që nga këmbët e kalit ose deves Muttalibit mbin ujë. Pra Muttalibët e kishin vendosur, kishin hapur varrin për njëri tjetrit që në moment që nga njëri nga ne të vdes të varrosin. Ndërsa Muttalibi ngrihet në këmbë dhe tha nuk bëhet puna kështu, por do të kërkojmë tha se mos ndoshta Zoti na ndihmon ta gjejmë ujin. Në moment që i hipën kalit ose devesit të tij, aty në këmbët e kafshës mbin një burim uji. Ndodhi një mrekulli. Kjo tregon për nivelet lartë të Muttalibit, pra mund të jetë një politeist që ndodhin gjëra të tilla. Kurse si nuk ndodhin gjëra të tilla me një njerëz që është politeist. Pra do të jetë njëri i pastër, i përkushtuar ndaj Zotit, ndërkohë që Zoti i bëj të japi keramet e gjëra. A nuk ka kurrë një histori gjëra të tilla. Përveç se rasteve ku janë njerëz fisnik dhe të afruar me Zotin. Tani ata hashimitët pi nga ky burim i ujit, i thrasin dhe Kureshët. Pini dhe ju ujë. Pini ujë Kureshitët, ju janë dhe kafshëve, kueve, deveve. Dhe thanë, tani s'është nevoja më të shkojmë te ky rabini se na u bë qartë se Zoti ta ka dhënë ty dhurat Zemzemin. Se përndryshe s'do të kishte dhënë të ujë këtu në shkretir, por nëse ka dhënë ujë në shkretir, atëherë edhe Zemzemi është yt jo Abdul Muttalib. Edhe u ndanë në paqe dhe vazhduan jetën siç e kishin si më parë. Tani Abdul Muttalibi nga martesa e tij me Fatima në mos gaboj, ai Fatima bin Amru, ai kishte 3 djem. Abdullahin, që është babai të dërguarit të Allahut, Abu Talibi, që është babai i Imam Aliut, pra xhaxhai i profetit Muhammed, dhe Zuberi. A këta 3 persona, Abdullahi ishte ai që shkëlqente më shumë nga të gjithë. Pra kjo drita e Muhamedit kaloi nga Abdul Muttalibi, kaloi tek Abdullahi. Pra është momenti pranë kalimit të dritës tek nëna e profetit sallallahu alaihi wasallam.
Dhe ky ishte aq i ndritur, aq fisnik, e donin gjithë. Sa që e vendosën dhe emrin Misbahul Haram, ai ishte kandili i vendit të shenjtë atje, Mekës, Ka'bes. Dhe që të gjithë donin të martonin me vajzën e tyre. Por ai martohet me Aminën dhe thuhet që në atë ditë kur u martua me Aminën, ai shumë e donin këto gratë e Mekës, 200 gra vranë veten. Ai shumë e donin dhe nga mërzitnia e madhe për që ky u martua me Aminën, vranë veten to. Pa një njeri që është i tillë, që është dritja ngjisin emrin Misbahul Haram, kurse që nuk mund të jetë politeist tani. Lëm këto gjëra. Dhe tregon që profeti sallallahu alaihi wasallam ka origjinë nga njerëz të pastër monoteist. Tani drita e tij kaloi tek Amineja, nëna nderuar të dërguarit të Allahut. Dhe thuhet sipas traditës tani, Mekasit shkonin bënin tregti. Ishin të shquar për tregti. Abdullahi u nis drejt Shamit. Dhe andej në kthim e sipër smurët edhe ndron jetë. Sipas disa transmetime profeti akoma s'kishte lindur. Sipas disa transmetimeve tjera, ai ishte 2 ose 7 muajsh. Dhe kështu babai i tij ndron jetë dhe profetit i bëri vetëm nëna. Dhe thuhet që në ditën kur drita e profetit sallallahu alaihi wasallam kaloi tek Amineja, kishte thasir të paparë në Mekë. Nuk kishte kohë pa rënë shi. Dhe njerëzit vuanin nuk kishin çfarë të jepnin për të ngrënë kafshët e tyre, s'kishte me as bim as gjë, çdo gjë thasir. Atë ditë që kaloi drita, ky bekim kishte bereqet të madh dhe filloi shiu. Dhe ndryshoi kjo situatë e vështirë në Mekë. E shumë mrekulli të tjera, të cilat do t'i përmendim në inshallah ditën e vijim, do të bëjmë një video tjetër. Tani edhe diçka tjetër për ta përmendur. Për shkak se Hazreti Abu Talib kishte bërë nadhër, për nadhër kishte bërë që i mozot në rast se ti më jep këtë gjë, unë do të jap, do të bëj kurban këtë gjë. Për shkak kishte bërë nadhër që të bënte kurban një nga djemtë e tij. Edhe shorti i qolloi Abdullahit. Po njerëzit i thanë nga që ishte njëri fesnik Abdullahi, doni shumë të gjë, tha Abdul Muttalib. Shikoj mendove një herë për këtë punë, se Abdullahi është njëri i ndritur, është njëri i lartë. Nuk bën ta bësh këtë punë. Edhe ranë dakord që shkojnë pa një rabini dhe ky rabini tha që shiko, do të vendosni që në këmbim të jetës së këtij të bëni kurban disa deve. Edhe të jeni short. Për këtë, për devet, të bëhet deveja kurban apo të bëhet Abdullahi. Dhe tek të parat i qëllonte shorti Abdullahi dhe sa më shumë arritën numrin e deveve, arritën në një pikë sa që shorti qëllonte gjithmonë tek deveja. Dhe Abdul Muttalib përsërit disa herë në që t'ishte i bindur që këtë kurban ta kishte bërë për Zotin dhe Zoti ta pranonte pra. Në këmbim të çfarë? Në këmbim të bërit kurban birit të tij Abdullah. Dhe këtu profeti sallallahu alaihi wasallam që unë jam biri i 2 kurbanëve, që është njëri është Hazreti Ismaili alayhis salam dhe tjetri babai i tij nderuar Abdullah. Bashkë mirë takofshim inshallah në videon e ardhshëm që do të bëjmë për ju. Konkretisht do të flasim për vijimsinë e historisë islame, pra për momentin nga lindi profeti sallallahu alaihi wasallam, për mrekullitë e tij etj. Alhamdulillahi rabbil alamin. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit dhe familjen e tij. Dhe bashkë mirë takofshim. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.